pa Krishtin, gjithçka na duket dënim, mallkim, hakmarrje, vështirësi, pengesë e një muri gjanash tjera. Ndërsa me Krishtin jena bë të lirë. Me Krishtin kena mrit atë çlirimin e zemrës. Na është hek ajo nofka e sklavnisë, e përullësisë, e shkatrimit, e përulljes. E me Krishtin jena bë të shëlbuar me të pështuar. Ati, thot Krishti, kaq shumë e ka dashur botën, sa që ka dërgu birin e vet, që kushto beson në për te, ta gjej shëlbimin, të mrij pështimin. Nuk e ka dërgu birin për me kenë dënus, e për me kenë shkatrus, e ka dërgu për me kenë shëlbus. Kush beson në Krishtin, më rrin shëlbimin përmes tij. Kush i beson Krishtit, është tashmë i shëlbuar me i pështuar. Nuk ka nevojë për kënd tjetër, e për asgjë tjetër.